Kuvendi po na merr energji, po na merr shumë punë dhe shumë vëmendje. Për hir të vërtetës krit nas edhe si medium edhe kolegët në mediume tjera po mirën vesh me kuvendin, po harrojmë që brenda këtyre ditëve po ndodhin edhe shumë gjëra tjera. Po flas për shtrejtimin e produkteve bazë, po flas për shtrejtimin e rrymës, që ZRE bëri të ditur që zyrtarisht edhe në veri nuk do të aplikohen këto çmimet 16.1%. Profesor, më kujtohet që në studio kemi folë shumë herë dhe ju ke thonë që veriu është kogja në rregull në këtë aspekt, po del që nuk është në rregull, me qenë se po ndahet. Në rregull? Është në rregull. Nuk është në rregull jugu. Ç'është mundet një qytetar, ç'është mundet një qytetar i Kosovës në veri? Ka sovraniteta ne edhe Veç pyetje, profesor, ç'është mundet një qytetar i Kosovës në veri me pagu rrymën më pak se sa unë që jam midis Prishtinës? Që t'rregoj pse, sepse kur është po marrëveshja që me Serbinë që me pas një operator tjetër të shpërndarjes së energjisë në veri të Kosovës, kjo është njësoj si kur e ndo frekuencat ose kur ju dhon licenca IPKOS, kujtesës, Artmotion, Telkos të tjerë. Dhe tash, se cili prej tyre jep njëtin shërbim me çmime të ndryshme. Dhe ata kanë vendosur në kjo çështira elektrosevere, po kanë vendosur që mos me ushtritue aty në klientët vetë. Ata me të njëjtin çmim e blejnë rrymën prej Kekut ose prej kujdo po mendoj që blejnë, por prej Martinit s'ka lidhje. S'ka lidhje, domethënë prej kujdo që por e shesin një zyrë regulative kemi. Po kemi një zyrë regulative edhe konkurrencës. Edhe të konkurrencës, domethënë në këtë rast kjo situatë e cila sot kjo veç i rrit tensionet. I rrit tensionet, domethënë edhe këtu domethënë shplohet ajo mashtrimi i madh, ai mashtrimi i madh që e ka bërë Albin Kurti që veri e ka shtri sovranitetin e ka rregulluar atë vend me cilin edhe i fitoi zgjedhje të lut me emocionet njerëzve. Në fakt veriu është i pazgjidhur, ne s'e din atë punë shumë mirë, edhe tonë din që veriu nuk zgjidhet, nuk jemi na ata që kemi me vendosur as Serbia. Domethënë veriu është një çështje e ndihshme, në cilën bashkia ndërkombëtare e ka një rol shumë të rëndësishëm në zgjidhjen e atij problemi në veri, edhe është një prej çështjeve kryesore në artimin ose në arritjen e marrëveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Është veriu, s'ka tjetër. Nuk është veç veriu në marrëveshjen përfundimtare. Është pika kryesore. Janë këtë komunat me shumë serbe. Po nuk janë këta problem. Ç'ajo problemi? Po ai problemi i forcës është zgjidhur. Problemi i forcës është zgjidhur që me Bojnskën ka përfunduar aty. Kjo për punën e çmimit. Ama nuk ka përfunduar çështja e veriut. Po no? Çështja e veriut s'ka përfunduar. Jo, ka përfunduar. Jo, s'ka. Ka përfunduar. Pa u qartësu çështja e asociacionit ose Zajednicës të Albin Kurtit që ka me bë vetë e ka pranuar. Zajednica nuk ka më bë veç në veri, ka më bë edhe nga Shanica edhe në Shtërpës edhe kur do që të bë. Ajo pika kryesore. Po nuk është Zajednica nuk e rrezikon po mendoj si konstrukt nuk rrezikon sigurinë e vendit. Sigurinë e vendit e kanë situata konkrete në teren. Po Albin Kurti kretë kauzën e ka ngrit në qatë Zajednicë. Kretë kauzën e vetë. Qysh përdoj mja dhonë në veriun e qysh përdoj me. Kur s'ka dosh mja dhonë kur veriun. Ato kanë qenë... Po, ja ka dhonë faktikisht. Veriu në faktu kon... Qysh është sot puna? Qka për i bjenë? Qysh është në veria? Po. Veri është... Të marë parasysh edhe faturat e rrymës që kanë mishku? Po, fatura, kjo nuk flet keq për veriun, kjo flet keq për ju. Jo për veriun, nuk flet keq për me pagu ma pak 16... Kjo flet keq për ju. Edhe një tregus. Po, du me tojnë që ka flet për neve si... Kjo flet qeveriu po qeverisët ma mirë, se sot që po qeverisët ju. Unë menaj që... Po qeverisët veriu ma mirë. Sepse ty tu ka shtrejtu rryma, aty në që ka shtrejtu. E qysh... Janë këto favore, shtojnë favore që e ka dhënë favore që e ka dhënë. Po qeverisët ma mirë se sa jugo. Këto janë favore cilat i ka bo Zoti Kurti. Dhe mendoj që këtë lojë me veriun e ka bo në koordinim me Shumica ma e madhe Kosovës. A mënyrë direkte, a indirekte. E pse pro atje nuk po fiton Zoti Kurti ma si po qeverisët ma mirë? Deri tani. Se në veri nuk është Zoti Kurti fitus ma si po qeverisët ma mirë. Veriu s'ka pagu fare rrymë, ja ka pagu qeveri, taksa pagu së të Kosovës, ka pagu te mentorit tjertë,
dhe më thonë, toni ja u keni pagu rrymen në veri. Tash, ata e paguin rrymen. Pagun elektroseverit ja pagun një toks shtetit. Jeton, se po më duket që bugati... Jo një toks, po më paguin rrymen. Ata e blenë rrymen i kekut, na shkalua dhe afër ditën. ose kujdo që e blenë, edhe e shesin. Apo japim fjallën e torin, se po më do këtë bukë gjatë gati të që kjo pjesa e veriut, profesor, se që mund është me thonë veriu për qeverisët ma mirë se jugo. Atëra po e hekum në Albinin krejt për jugut, ma si po qeverisë ka ma mirë veriu. Jo, në nuk po tonë shtu si hipotezë, ma si po thu po qeverisët ma mirë veriu, atër po i bjen që... Qka po i bjen për Kosovën? Po bjen, nuk bërë na mu anku, po më dojë pëse si ngrit atje, ti më më anku pëse u rrit këtu, po jo pëse si ngrit atje qmime. Jeton? Na, veç kena dyshime pëse su Jo, aty ka drejt negje, plëtsisht se u rrit këtu. O do më për që ata po flasë? Po, absolutisht aty ka drejt. Pëse këna këtu e kemi ma shtrejt, atje që po thuni është mirë, është shumë marrë. Mirë është se su rrit. Ashtë për bjenë që na me shku me jetu në veri, ka pak kështu, a? Ka e nëzirë në pa edhe një gjohë shumë të rëndësishme që nuk po thuhet, në qovë se elektroserveri që operon në veri, nuk e ka shtejtu rrymen edhe në jug ose në pjesën dërmuese të Kosovës me kërkesën e Keskos, Limakut, Qalikut, eksaktësisht se kanë ndru disa emra në për vite, e ka shtejtu rrymen, në më thonë, kjo haptazi tregohet që është një manipulime dhe është një interes i caktuar në mes të disa individëve që operojnë në bashkëpunim me Limakun, me Qalikun, me Keskun. Në qoftë se elektroserveri ka llogari me operu me ato tarifa, e këta s'pas kanë llogari me operu me të njëjta tarifa, kjo e dëshmon qartazi edhe dëshmoj sot zëreja me komunikatën të cilën e lëshoj që këtu ka interesa. Po ne rëndom t'i kuptojna ma vonë. I kuptojna ma vonë, si kur rasti i Noa Trade Energetik, që është dul që ka fitu qindra miliona euro me 2 punëtor e pa zyre. E kuptojna me kalimin e kohës, po që neve nuk përna u pritet për shkakun që na ka prek direkt në gjepat tonë. Krejt qka është kjo, edhe qka po ndodh, ne si qytetarë nuk do të ndalojmë protestat, nuk do të ndalojmë atë të cilën neve përna u bëhat gjdo ditë pa drejtësi, me rritjet të çmime, dhe mos me u pajtu me këtë fakt, se në qovë se ti thu sot është trejtu rruga, është trejtu buka, po e zem, nga 50 cent në 60 cent, ata dhe të vendosës të tojnë njës një gaturin pëse për blini hazër. Sepse këta e kanë një farë solucione, e kanë... Gatur rryma të një. Po dhe po këta e kanë, që është me thonë, këta e kanë gjithqysh një diçka. Mirë, kë ka vjedh, pa ta kanë vjedh ma shumë. Në më thonë, gjithmonë këta e kanë ato që e kanë arsyetimin qartazi të gatshëm. Po çka duhet na si qytetarë dhe që flasin në për studio televizive, e që kjo folnja jo nuk është pa risk. Kjo ka përjetu me bomba, unë e kom përjetu në mënyra tjera që s'kam nevoj me thonë, po që i kom përjetu, kanë konsekuencat e veta, a këshu mujt na me kanë të pozicionun mas tyne në pozicione shumë atë favorshme, po, pa diskutim, po kena zgjedh një rrugë ma të vështirë, sepse menojmë që kjo është rruga e drejt dhe e vetme. Nuk pidhot e drejt vetës me thonë që vesh kjo është, po koha për nga dëshmon që këta nuk jenë për shtet. Se neve edhe kujtesa jonë për nga bënë shumë probleme. Na nuk për kujtojnë Albolena Agji, këthene për një moment filmin që ka bo Albolena Agji në kuvend. Jam falfal. Këthene kujtesin. Dhe më thonë, kur hike me ato bombulat e gazit, e konë edhe Adonika Kota Bujupi, që sot është në presidencë, që na prezenton në arenën ndërkombëtare. Dhe më thonë, sepse na i harrojna, na shpejt harrojna. Edhe tani, neve na i shesin si figura unifikuse. E paketojnë Albolenën të frizerka, e binë, thojnë, kjo është unifikimi. Cili unifikim?
Për një moment kër ja dëgjoj zonën, vishë thamë kur të nëzirë gaz do cilës Po ne keni të thonë unifikuse. Shumica Ko shumica? shqiptare. Nuk ka e propozim. Propozimi i shumicës ka qenë që është gruaja më e votuar në vend. Arsyetimi tyre zyrtar është kjo. Nora që të shkel kama djathë në kuvend. Fare më në ka rëndësi së vota e ki. E ki veç një vot. Veç një vot e ki. Njëjtë është Beton Berisha, njëjtë është Albolena Haxhiu. Kjo frazologjie vetëvendosës, kjo është më qitë hi syve. Ne i kena kuptu, e ata hollën më të madhe kanë me ne, se e kena kuptu shumë herët që janë mashtrus, qëre nga i pari, deri të i fundit janë mashtrus. Sepse, kërë po thëtë Ramon Haradinaj, po të qisë më saron të Bogojevsin, ose shqimin, në momentin që ti funksionëm në një grupë. Edhe kur ti s'ki mendim të pavarër. Jo, ta s'ma që i përgjithsu krejt. Unë lema mu më të gabaj? Jo, unë e veç po diskutoj, tëm që për marrë gabimin tëm për sipër. Jo, mos u ka saretat për atë punë. është pjesa, jam e tonë që të fundësh me i përgjithsu krejt. Mos është qëtësa, përveç që janë mashtrus, ta e në dhe hipokrit. Apo kuptan? Sepse këtyne duhet nja u thonë, se duke mos ja u thonë, këta ka nërë 51%. Lej se nërës këta. Ose nështë atu ja thonë që ka shumë ka nërë në qëtë mashtrus, ka orë në zirë kraku, nga Parisi largët për me regullu Kosovën, a moshën ideale ka pas për me marrë në luft. Po kejtë s'kanë mujtë me shku në luft. Jo, kanë mujtë, se vish 1% e konë luft. Mos të këtena ki temë. Po, e thate. Apo kuptan, dhe më dhanë, Se cili mund me kontribu na një në radhë kohë pas që këshyro mi këthy benefitet për vete. Në zirkraki nga Parisi largët, erë më ma regullu. Qa ki probleme në zirkraki? Po, ma zës kam, ato... Njeri ka fitu, ta është pjesë e kuvendit. Po, s'ka lidhje në zirkraki, e mora si shambull nezen, po, e ndroma një emen që të në gjithja. Hajde e zojna ki djallin e policit, ferizohet, ki të kuran mëratin, të gjam, veç. është përfaqësus, është zoni jonë brenda kuvendit, jeton, se cilin e mërqitu e përmend. Ju. Mere, hajde e morëm shambull e kuran mëratin. Edhe për shikusen. Ja, morëm shambull e kuran mëratin. Qëra, për një me morë shambull dhe ma Elbashën është deputat është jeton. Me në mësu dhe studjen. Sa do që e marë shambull është deputat edhe është zoni shumë qytetarve. Ama njova si ashtu po dana, po dhe. Jo, Dima Elbash, jo, do që thiren si profesora. Apo kuptan? Jam profesora. Po se dim halo be sakt. E po kur nuk e din më mirë. Po nuk e dim sakt. Po mos saksia, dëgjëm, një profesor që është në Paris, e që hipotetikisht e ka rogën një 20.000 franga, ose 20.000 euro. E po që ata e me orë në Kosovë, me orë në Kosovë mu ma regullu mu mirë qenjen, që për nas një moment se ku më shukit ven, për mu len shumë për të dëshiru.